Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 17, data 17 shkurt. 2026 është një ditë shumë e rëndësishme mbi çështjet që lidhen me ekonominë, lidhen me biznesin, lidhet me shumë gjëra të tjera. Por çfarë vallë kuptojmë dhe dëshirojmë në lidhje me këtë çështje? Kemi të bëjmë me një aktivitet planetar siç është eklipsi diellor, që është një hënë e re në ujor. Këndët kryesore që bën katërkëndshëm me Uranin në lidhje me Marsin. Kjo është një hënë e re kërkuese me klimë dhe me ndryshime të mëdha që do të ndryshojnë në fushën ekonomike financiare. Eklipsi diellor na shtyn të bëjmë ndryshime dhe të vendosim qëllime të reja, por duhet të shmangnim vendimet në niset e nxituara. Ajo që bën, gjithashtu ka të bëjë shumë me çështjet që kanë lidhen shumë me skena të ndryshme globale, me çështjet politike, sociale e kështu me radhë. Ajo që kemi të bëjmë prek demin, akrepin, luanin, ujorin të dhjetëdhjetit të tretë, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Por gjithsesi ndikimet janë ato që janë ndikuese dhe rregulluese në çështjet që neve kemi. Por le të hedhim një sy hartës astrologjike, çfarë ndodh dhe ku duhet bëjmë kujdes në këtë aspekt. Kemi të bëjmë me një ndikim shumë të mirë, pra ja ku kemi këtu hënën, ndikimin e hënës dhe planetet që kanë të bëjnë, por duke pasur parasysh edhe mundësitë që jepen në anën tjetër, ku kemi gjithmonë ndryshime të mëdha që vinë drejt takimeve dhe bisedime, por mos harrojmë sepse ana tjetër që kanë të bëjnë në çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë dhe pozicionimin e planeteve, na jep një mundësi shumë të mirë, sepse duke pasur parasysh këndët që bëjnë planetet me një trekëndësh që lidhet shumë me anën jugore dhe atë veriore përballë që kanë, pra shikoni edhe vetë, por duke pasur edhe parasysh, duke pasur çështjet që lidhen me ekonominë, lidhen me vendime të rëndësishme dhe çështjet të tjera që do të diktojnë në këtë aspekt. Prandaj bini pas, sepse kjo ditë është mjaft e rëndësishme për çështje të mëdha që vinë drejt jush. Tani, pas të fillojmë bashkimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodhen në Shqipëri apo në diaspor, dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astro.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve ju intereson, sidomos në çështje ekonomike financiare, në lidhje me udhëtimet ose bashkëpunimet të ndryshme që mund të keni juve, gjithçka që ndodhin ose janë të realizueshme, juve mund të na kontaktoni dhe duke bërë një parashikim në privat, duke pasur parasysh atë hartën astrologjike atje në detaje, pastaj flasim në WhatsApp, Viber apo dhe në Skype. Për juve që doni, që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, dhe doni dërgoni mesazh në pyetje përgjigje. Kemi këtë butonin këtu, e klikoni, e shikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për sa përket shenjës së Dashit, duket se një nga mundësitë ose kohën e duhur për nisma të reja ka të bëjë shumë lidhje me disa ndryshime, me disa takime që vërtet janë mjaft intriguese nga njëra anë, sepse duke pasur parasysh dhe mundësinë që ka të bëjnë në lidhje me punën, lidhje me karrierën dhe me ndryshime të tjera që do vinë drejt jush në lidhje me takimet, sidomos paraditja duket se ka të bëjnë shumë me anën e financave, ka të bëjnë shumë me disa vendime të rëndësishme që mund të merrni tani tutje, por gjithashtu keni ndikimin më të madh në fushën e karrierës dhe në fushën e biznesit që juve keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dem të dhjetëdhjetit të parë, ujor të dhjetëdhjetit të tretë, ka diçka shumë të rëndësishme. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Çfarë ndodh me shenjën e Demit? Meqense Demi duket se nga njëra anë ka një çështje shumë të rëndësishme që lidhet me anën e financave, lidhet me disa veprime ose vendime të rëndësishme që mund të marrin të dhjetëdhjetit të tretë, ku është mundësia më e mirë e mundshme paraditja, se ka të bëjnë shumë edhe me takime pune, por edhe me ndryshime të tjera që do të keni tani tutje. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet afatgjat, që do thot me ujor të dhjetëdhjetit të parë, do thot me virgjesh të dhjetëdhjetit të tretë, që është perfektja dhe mundësi të arta që do të keni. Por mos harrojmë, sepse një nga mundësi që ka të bëjnë është nga dreka, nëse doni bëni takim ose një udhëtim të rëndësishëm në jetën tuaj. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e binjakëve. Për sa i përket binjakëve, meqense binjakët do duket se tani në këtë periudhë është një periudhë shumë e rëndësishme, një periudhë që vërtet jep shumë
ndikime, ndryshime, marrje vendimesh të rëndësishme, binjakët gjithmonë janë një hap para se çfarë ndodh, edhe pse me shumë vështirësi që kanë pasur para disa kohëve, por mos harrojmë se ju që jeni shenjtë e ajrit keni një ndikim shumë të madh tani me këtë eklipsin në ujor dhe jep një ndikim shumë të madh në lidhje me takime, lidhje me vendime dhe çështje të ndryshme që mund të keni. Lidhjet me dashuri duket se me peshkët e 10 ditëve të parë ka diçka shumë të rëndësishme dhe madje shkoni në altar me anën e dashurisë dhe të vazhdimësisë. Zemërgjërsia bën çuditëra. Shkojmë tek shenja e radhës që do thot shenja e gafores. Për gaforet duket se ana dhe pozicionimi i planeteve që jep një mundësi, jep një kohë të rëndësishme në anën ekonomike, në lidhje me marrjen e vendimeve të rëndësishme në kohën e duhur, është një mundësi shumë e mirë në biznes dhe në karrierë sidomos. Ka diçka që lidhet shumë me ekonomi, lidhet shumë me ndryshimin e madh që do të keni tani tutje, mënyra dhe mundësia, koha dhe rëndësia që juve keni të bëni me planetet dhe çështjet që kanë bërë në qëndrimin tuaj, do të keni edhe disa lëvizje pune, por këto janë lëvizje në favorin tuaj dhe jo problematike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmt të ditës parë, ujor të ditës së tretë, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për luanët duket se në ndikimin e eklipsit të parë të këtij viti që në boshtin e ri që formon atë ujor luan. Ky është një eklips mjaft pozitiv, diellor që është gjithashtu dhe një hënë e re që i bie të jetë edhe në shenjën e ujorit. Por në anën tjetër kemi të bëjmë dhe mundësi të arta në kohën e duhur, momentin e duhur, për bërë zgjidhjen e duhur në çështjet e financave, në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashje të ditës parë, ujor të ditës tretë, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për sa përket virgjëreshave, meqenëse virgjëreshat duket se tani në këtë periudhë kanë disa çështje të pazgjidhura, edhe pse kanë pasur disa problematika të vogla, por janë kalimtare, nuk është diçka që është thjesht për një nismë të re ose diçka që mund themi që çfarë mund të ndodhi, por kjo është një ndikim shumë i mirë dhe pozitiv mbi stabilizimin dhe konkretizimin në lidhje afatgjat, sidomos lidhjet me peshkët dhe ditës së dytë janë perfekte. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshoreve. Për sa i përket peshores, meqenëse peshorët duket se ndryshimi dhe diktimi i ekonomisë, i anës financiare, i biznesit sidomos, në lidhje me biznesin, ka diçka shumë të rëndësishme dhe koha e duhur mbi takime dhe mbi ndryshime të mëdha që vijnë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gaforet e ditës së parë, me shigjetarët e ditës së tretë, duket se është diçka shumë e rëndësishme e tepër e dobishme për të ardhmen tuaj në ekonomi dhe në stabilizime. Në lidhje me dashurinë duket se bashkim familjar është me gaforet e ditës së parë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e akrepit. Për akrepët duket se si shenja uji që janë, kanë një mundësi dhe një vendim shumë të rëndësishëm që ata marrin në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshimin e madh që ata vinë, duket se akrepët kanë mundësinë dhe janë në klubin e ndryshimit të madh që vjen tek juve, por është një mundësi shumë e mirë sepse duke pasur parasysh anën ekonomike financiare, biznesin dhe karrierën, mënyrën dhe mundësinë që kanë të bëjnë janë shumë gjëra sepse ka të bëjnë me takime, ka të bëjnë me vendime të rëndësishme, sidomos dhe me luan ku kemi dhe eklipsin në këtë shenjë në boshtin ujor luan, ku ka një ndikim shumë të madh dhe tepër pozitiv. Në çështjet që lidhen me udhëtimet, duket se janë të mbara në dashuri, sidomos me binjak. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët duket se është pikërisht një javë që kryeson në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime të mëdha financiare, një takim biznesi që është mëse mundur, mund të keni një mundësi plus, një mundësi të rëndësishme për anën ekonomike, për punën dhe për një biznes që mund të sjellin disa të ardhura, një burim të ardhës të dyta që është e mundur të ndodhi tani e tutje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me dashje dhe ditës së parë, virgjeshtë dhe ditës së tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapëve. Për sa përket bricapëve, meqenëse bricapët duket se tani edhe pse me pak vështirësi ose kanë pasur disa gjëra që kohë përpara ishte pa mundur të zgjidhet një problem, por vjen puna tani dhe koha është mjaft e mirë dhe tepër stabilizuese, konkretizuese në lidhje që keni të bëni në takime që do të realizoni tani e tutje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me peshorët e ditës së parë, gaforet e ditës së tretë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve.
Për ujorët, për juve të kësaj shenje, duket se një hënë e re dhe një eklips dhe viti i 2026, eklipsi i parë për këtë vit, duket se është boshti i ri në ujor luan, pra në shenjën tuaj, ku është një mundësi shumë e mirë. Një mundësi që vërtet jo le për të dëshiruar, por është koha, është momenti i duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me çështjet ekonomike financiare, sidomos. Lidhet shumë me financat, lidhet shumë me vendimet që merren në kohën e duhur, por gjithsesi juve e keni mundësinë dhe kohën e duhur mbi zhvillimet e reja që vijnë tani e tutje në anën tuaj, sepse ka kohën e vet, ka mundësinë e vet në lidhje me takime, në lidhje dhe me ndryshimet që do të keni. Ndryshimet janë të dukshme, sepse ajo çka ndodh hëna në shenjën tuaj jep shumë mundësira dhe kohën e duhur, pra hënë e re, në anën tjetër kemi në boshtin luan ujor, ku shumë gjëra do të shikoni të ndryshojnë në fushën e karrierës, të ndryshojnë në fushën e biznesit të mos ka diçka shumë të rëndësishme. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmtë dhe dishit të parë, me ujorët dhe dishit të tretë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Peshë dashur, nëse kemi mundësinë ose doni të bëni diçka të re në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime, në lidhje me marrjen e vendimeve të rëndësishme, është koha e duhur për stabilizimin dhe konkretizimin e një lidhjeje afatgjatë për sa i përket punën dhe çështjeve të reja që do të kemi. Ajo që do të shikoni se çfarë do ndodhi në anën e biznesit tuaj ka të bëjë shumë me disa takime, me disa vendime që mund të merrni, janë vendime shumë të rëndësishme, sepse lidhet me punën, lidhet edhe me çështjet e karrierës. Lidhet me karrierën, duket se ju e keni mundësinë tani edhe kohën e duhur për marrjen e vendimeve të rëndësishme dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë bëjnë me dëmtë të 10 ditë parë, ujorët të 10 ditë të tretë është perfektja, por një vëmendje do të bëni me brisjap të 10 ditë të dytë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht të kësaj dite, që është e rëndësishme të datës 17 shkurt të 2026. Por pas se të ndajemi bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodhin në Shqipëri apo në diasporë, dhe në kërkimin e bashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodh sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj, numri përkatës të blerjes, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe dhe për të marrë në privat, duke folur për gjithçka juve dëshironi në detaje. Dhe me mund të flasim në WhatsApp, Viber apo edhe në Skype. Por juve që doni që në kohën që ne jemi deri përshëndet me juve dhe doni të dërgoni një mesazh tek pyetje përgjigje çdo të mërkurë, kemi pikërisht këtë butonin këtu. Siç e shikoni, e klikoni, jeni zgjidhje, pastaj të gjitha gjërat që juve kanë mund të klikoni atje dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë deri përshëndetje përgjigje. Nga unë Pulla, ju uroj mbarësi në çdo aspekt. Gjithë mira.